تتقطع وسيوفنا من نبضهم تتقطع جاهد بنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimin dhe lavdërimin i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Ndërsa salavatet dhe selamet ja dërgojmë zotërisë së pejgamberëve Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E falenderojmë Allahun subhanahu wa taala i cili na ka mbledhur sot në këtë vend, lutim Allahun subhanahu wa taala që në këtë vend të jep bereqet, po ashtu të na jap sinqeritet deri në fundin e kësaj ligjërate. Ajo se çka kemi filluar me shpjegu këtu dhe çka kemi përmend deri më tani është në lidhje me nifakun si sëmundje e kohës, porse gjatë dersave në vijim ne vetëm se kemi përmend dy lloje të nifakut. Kemi përmend vepra edhe fjalë të cilët janë prej nifakut të madh, edhe vepra edhe fjalë të cilat janë prej nifakut të vogël. Por se sot ajo të cilën do ta përmendim është se dallimi mes këtyre dyjave, cili është dallimi mes nifakut të madh edhe cili është dallimi mes nifakut të vogël. Edhe si është gjykimi edhe çështja e atij personi i cili ka rënë në nifak të madh, Allahu na ruaj prej tij. Edhe si është çështja dhe dispozita e atij personi i cili vetëm se ka bë vepra edhe apo ka fol fjalë që janë prej nifakut të vogël, Allahu na ruaj nga kjo. Nifaku i madh është diçka e cila vjen prej besimit të robit. Nifaku i madh ka të bëjë me çështjet bazë të besimit tina. Nifaku i madh ka të bëjë me çështjet bazë të imanit tënd. Imani i cili vjen prej zemrës tënde. Për dallim nga nifaku i vogël i cili ka të bëjë vetëm me veprat e tua. Do thotë dallimi është mjaft i madh. Në çështje të parë, parim parë është se nifaku i madh ka të bëjë me bazat e besimit tënd, me bazat e themelit e kësaj feje tënde, me parimet e kësaj feje. Ndërsa prej nifakut të vogël është çdo gjë që ti e bën prej veprave tua. Edhe këtu është një dallim mjaft i madh. Është një dallim mjaft i madh që ti me vazhdu me bëni nifak me një vepër të cilën e bën, edhe me bëni nifak në atë se çka ti e beson. Të cilën e kemi përmend se prej nifakut të madh është kur ti vazhdon me e paraqit një besim tonë para tjerëve ndryshe, ndërsa në anën tjetër me mshif kufrit tan. Do thotë kena thonë se prej imanit, prej nifakut të madh është se njeri robi me e shfaq besimin, imanin edhe me e fshih kufrin e tina, edhe ju e kundërta. Do thotë me e shfaq imanin edhe me e fshih kufrin e tina dhe ju e kundërta. E dyta është se ai cili ka rënë në nifak të madh, vetëm se ky lloj i nifakut bëhet shkak që ky person me u largu prej kësaj feje. Thot autori se an-nifakul akbar yukhriju sahibahu min al-millah. Thot ai person i cili ka rënë në nifakun e madh, ky nifak është prej kufrit, kufër i cili e largon të prej feje dhe largon komplet prej miletit të Ibrahimit alayhis salam. Do thotë e largon të prej miletit, prej fejes së pastër, fejes hanif të cilën e ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Ndërsa nifaku i vogël nuk është i tillë. Ai i cili ka rënë në nifakun e vogël nuk e largon robin prej fejes. Nuk e çet robin prej kësaj feje. Prandaj ai i cili ka rënë në nifakun e madh, ai vetëm se e ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në Kur'an se ai do të çndrojë çdo herë në xhehenem. An-nifakul akbar yukhriju sahibahu fi an-nar idha mata alayhi min ghayri tawbah. Thot se ai i cili ka rënë në nifakun e madh do të jetë përgjithmonë në zonën e xhehenemit nëse vdes në këtë gjendje pa bu pendim. Do thot kushti i kësajna është se nëse ti ke bën nifak të madh, do thot nifakun në besim që ishte, edhe ke vdek në këtë gjendje pa u pendu asnjëherë, vetëm se kimi akon për atyre të cilët janë çdo herë në zjarrin e xhehenemit, por dallim nga ai i cili është
ai i cili bën një fakt vogël, i cili nuk do të jetë çdo herë në xhehenem, edhe nëse nuk pendohet. Nëse robi ka vazhduar tani jetën e tina, duke bërë vepra ose duke thënë fjalë të cilat janë prej një faku të vogël, edhe vdes në këtë gjendje, edhe pa u penduar, do thotë Allah subhanahu wa taala nuk e lë këtë person çdo herë në zjarrin e xhehenemit. Por koha se sot do të qëndrojë në xhenem, atëherë atë di vetëm Allah subhanahu wa taala. Nëse personi i cili ka bërë vepra apo fjalë të një faku të vogël, apo ka qenë prej atyre të kanë bërë çdo herë vepra të mira, ose ka qenë prej atyre të cilët çdo herë kanë thirrë në tauhid ose kanë punuar me një pjesë të tauhidit, duke e përfshirë një fakun e vogël që kanë bërë ata, kjo bëhet shkak të tauhidit tyre ose falja tyre ose veprat e mira të cilat i kanë bërë këta, që mos me e lënë këtë rrot çdo herë në zjarrin e xhehenemit. Prandaj ata të cilët kanë një fakt të madh, ajo se çka na obligon neve nëse ky person del në mesin e muslimanëve, edhe zbuluhet në mesin e muslimanëve e para ma e lehta se çka na mundna me bëu ose me ndërmarr ndaj tina është distancimi. Distancimi po flasim në rrethana të cilat na jemi duke jetuar sot, sepse nëse kishin me qenë rrethana të tjera, rrethana të islamit, atëherë kur gjykohet me islam jetohet me islam. Edhe gjykohet me librin e Allahut subhanahu wa taala dhe me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse personit i shfaqet një faku i madh, atëherë për të ka gjykim tjetër. Gjykimi i tij është vetëm se vrasja, ku e përmend Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, la in lam yantahi al-munafiquna wal-ladhina fi qulubihim maradun wal murjifuna fi al-madina lughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Ata të cilët sado që do të ndalen munafikat, duke bërë vepra të këqija, duke e shfaqur smundjet që kanë në zemrën e tyre, edhe duke vazhduar duke bërë trazira në Medinë, në qytetin e tyre, na vetëm se kena nevojë që ti me dominu ndaj tyre, edhe ata mos më i pasën fshi vetëm se pak, me lojnin. Thot Allah subhanahu wa taala, ata vetëm se janë të mallkuar, ejna ma thukifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Thot atëherë ku ti zini ata? Çdo herë që ti zini ata vetëm se mendin ata edhe vritni me një vrasje të tmerrshme. Ejna thukifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Çdo kund që i shihni ata të cilët kanë një fakt madh, edhe nuk ka shfaq atina një faku i madh, vetëm se merrni ata dhe vritni ata me një vrasje të tmerrshme. Ky është dënimi ata të cilët e marrin, ata të cilët kanë një fakt madh, por dallim nga ata të cilët kanë vepra edhe fjalë të një faku të vogël. Këto të cilat po i përmendim deri tash. Do thotë dënimi të cilin e merr ai i cili ka një fakt madh, nuk do të thotë që na jena ty e letu atë i cili bën një fakt vogël. Nuk do të thotë që na jena duke arsyetuar atë i cili bën vepra të një faku të vogël. As nuk do të thotë që na jemi duke arsyetuar personin i cili çdo herë se fol e mshif atë duke bën një fakt vogël. Por se dispozitat e Allahut subhanahu wa taala dallon edhe kanë një dallim mjaft të madh. Do thotë me qenë çdo herë në xhehenem edhe mos me qenë çdo herë në xhehenem është një dallim. Ose me qenë për atyre që ekzekutohesh me Kur'an dhe me Sunet, edhe me qenë për atyre që nuk e merr këtë dënim, edhe këtu është një dallim i madh, por se të dyja çdo lloj i një fakut vetëm se ka dënimin e vet, edhe çdo lloj i një fakut vetëm se meriton personi i cili e bën atë me u distancuar nga mesi i muslimanëve. Prandaj autori përmend se ai personi i cili ka një fakt të vogël vetëm se ai nuk vritet as nuk ekzekutohet, po më e pakta që mundet me u bë me to duhet të largohet prej grupeve të muslimanëve, aty ku rrin muslimanët. Prandaj një cent tjetër që e kanë, që privohen njerëzit të cilët binin një fakun e madh ose edhe pendimi i tyre është shtirë për me u pranuar. Pendimin e të cilët ata e bojnë te Allahu subhanahu wa taala është i shtirë për me u pranuar sepse ata duhet pendohen çdo me pendim sinqert, edhe këtë pendim duhet me shoqëruar çdo herë me vepra të mira derisa Allahu subhanahu wa taala i lën këta në dëshirën e tij, në vullnetin e tij, në ditën kur do dalin para Allahut. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. Thot Allah subhanahu wa taala, ata të cilët vetëm se kanë bërë kufër, pastaj këtë kufër e tyre e kanë shtuar edhe me kufër tjetër, Allah subhanahu wa taala nuk ja u pranon tyre pendimin dhe ata vetëm se vdesin, jo ndryshe, vetëm se duke qenë të humbur dhe të devijuar. Ata të cilët kanë një fakt madh, dhe një fakt i madh përmendet se është për kufrin, për veprave të kufrit. Vazhdon çdo herë tani në jetën e tij me bën një fakt madh, me vesh atë, me shfaq atë para njerëzve, ai vetëm se është për atyre të cilët përmend Allahu inna alladhina kafaru, ata të cilët kanë mohuar Allahu subhanahu wa taala,
Ba'da imani, pasi që kanë besu, pasi që janë besimtar, thumë zdadu kufran lan tuqbala tawbatuhum. Pastaj këtë kufrin e tyre të cilët ata e kanë bërë vetëm se kanë shku tu e shtu kufër mbi kufër ose nifak mbi nifak, Allah subhanahu wa taala këtyre njerëzve nuk ja pranon pendimin, vetë edhe ata vetëm se kanë me vdek, jo ndryshe vetëm se duke qenë të humbur edhe të shkatruar dunia dhe ahiret. Tjetër gjë të cilët janë të privuar ata të cilët kanë rënë në nifakun e madh është edhe prej faljes Allah subhanahu wa taala. Wa al-maghfiratu mahjubatu an sahibi nifaq al-akbar wa kidha hidayatu ala as-sirat al-mustaqim. Do ata të cilët çdo herë jetojnë me nifakun e madh, edhe vazhdojnë me bëu vepra dhe me besu dhe me thon fjalë të cilat janë për nifakun e madh, Allah subhanahu wa taala vetëm se e ka larguar mëshirën e tij nga prej këtyre njerëzve. Allah subhanahu wa taala vetëm se e ka larguar udhëzimin prej zemrave të këtyre njerëzve, edhe Allah subhanahu wa taala vetëm se i ka larguar ta nga rruga e drejtë, edhe ja ka shfaq kufrin e tyre, ja ka shfaq nifakun e tyre para besimtarëve me qëllimin që besimtarët mos të usprovu me këta njerëz, sepse thot Allahu nga inna alladhina amanu thumma kafaru thumma kafaru thumma zadu kufran lam yakun illahu liyaghfira lahum wala liyahdihum sabila. Thot Allahu subhanahu wa taala ata të cilët e kanë mohu Allahu subhanahu wa taala, pastaj prapë kanë besu, janë kthyer në besim. Pastaj prapë kanë mohu Allah, kanë bëu kufër, janë kthyer besim, pastaj Allah subhanahu wa taala këta nuk vetëm se nuk ja pranon në pendimin, Allah subhanahu wa taala këta persona vetëm se nuk i fal, i lajgon për rahmetin e Tij, edhe për këta persona Allah subhanahu wa taala nuk i shon udhëzim në zemrat e tyre për me udhëzuar në rrugën e drejtë, Allahu na ruaj nga kjo. Kullu ma yakunu bi sahibi nifaq al-akbar min at-ta'at wal a'mal as-salihah mardudun alayh. Edhe kjo është mjaft e rëndë. Çdo vepër të mirë që mundet me e bu, personi i cili ka nifak madh vetëm se ati nuk i pranohet. Çdo iniciativë qoftë ajo në dobi të muslimanëve, çdo vepër të mirë që mundet me bëjë në dobi të muslimanëve, të cilën sot na e shohim në mesin tonë, në mesin e njerëzve ku jena të jetuar. Sa iniciativën e marrin ata me preteksti se kjo është dobi të muslimanëve. Edhe pse ndoshta ajo është dobi të muslimanëve, edhe pse muslimanët përfitojnë prej saj, por sa ai i cili e ka nis këtë iniciativë, ai i cili merret me të është në krye të saj, ka një fakt madh për tina vetëm se kjo nuk pranohet, çdo që vepër të mirë mundet me bëj, sepse thot Allahu kul anfiqu tawan aw karha la yutakabbal minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Thot çdo sen që ju mundi me shpenzu në fenë Allah subhanahu wa taala. Qoftë ajo me vullnetin e juve apo qoftë ajo me dhunë ose me urrëtin e juve. Kallëzojuni atyre se kjo nuk pranohet për tyre, sepse Allah subhanahu wa taala nuk e pranon këto për juve, sepse ju vetëm se jeni një popull zullumçar, jeni vetëm një popull gjinaqar të cilët i keni bërë mëkate të mëdha Allah subhanahu wa taala. وما منعهم أن تقبل منهم أنفاقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Edhe tregoj pastaj atyre se Allah subhanahu wa taala e ka ndaluar që më pranojnë atyre këto vepra të cilat ata i bojnë. Allah subhanahu wa taala ka ndaluar atyre që më pranojnë këto vepra të mira të cilat ata i bojnë, sepse ata vetëm se e kanë mohu Allah subhanahu wa taala. Përveç saj e kanë mohu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Përveç saj edhe kur qohën ata me fal namaz, qohën me një përtasi të madhe duke frituar, duke urrejt namazin, përse e fal namazin vetëm se mu paraqit para tjerëve si besimtar, ndërsa në zemrat e tyre ata vetëm se e fshehin kufrin e tyre, wala yunfikuna illa wa hum karihun, edhe nuk shpenzojnë diçka në fenë e Allahut subhanahu wa taala vetëm se duke qenë ata të urrejtur, duke e bërë këtë vepër me urrëtie të mëdha ndaj fesë së Allahut subhanahu wa taala. Wa amma sahibu nifaq al-asghar فإن نفاقه يغفر كباقي السيئات الصغائر. Për dallim për nifakut të madh ai i cili bën vepra dhe fjalë të nifakut të vogël, çdo vepër të mirë që e bën në emër të Allahut subhanahu wa taala, edhe e bën për me ngrit këtë fe vetëm se kjo bëhet shkak që më afshi mëkatet atina. Sepse thot Allahu subhanahu wa taala in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Thot nëse ju vazhdoni me ju largu e gjinave të mëdha, me ju largu mëkateve të mëdha, me ju largu çdo fjalë e cila ju çon kufër edhe në shirk. Pastaj vazhdoni me bëu vepra të mira, vetëm se Allah subhanahu ka më ju largu juve për veprave të këqija dhe ka më ju ushtrimë me një ditë të ndershme, e që është fjala për xhenetin e Allah subhanahu wa taala. Prandaj tawbatu sahibu nifaq la tusihu illa bi ta'yin tawbatu mimma kana sababan fi nifaqihi. Pendimi i atina i cili ka bërë veprat për nifakut të madh nuk pranohet ndryshe vetëm me një kusht. Në atë se çka ka bërë nifak ky me shku edhe me bë pendim to. Nëse atë nifak e ka bërë para njerëzve,
me shku e paraket atyre këy me bu pendimin, me këtë kusht. Edhe në atë ku ka bu një fakt madh, vetëm në atë vepër ky do të me bu e pendim çdo herë, pendim të vazhdueshëm me sinqeritet plot, edhe duke mos u kthyer më në atë vepër, me këtë kusht pranohet pendimi prej tina. Dërsa ai i cili ka bu një fakt vogël nuk e ka me kusht ai mu pendu para tjerëve. Për fjalët e tina të cilat i ka thonë, por se mjafton që ai mu pendu te Allahu subhanahu taala dhe me vazhdim me bu vepra të mira, se thot Allahu inal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar, pa dyshim se munafikat janë në shkallën e fundit të xhehenemit. Janë në shkallën e fundit të xhehenemit illa alladhina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin, përveç atyre të cilët vetëm se kanë vazhduar me bu tauber, janë penduar te Allahu subhanahu wa taala, pastaj kanë vazhduar edhe me përmirësu veprat e tyre dhe me shpenzuar në fenë Allahu subhanahu wa taala, ta vetëm se kanë marrë fenë e tyre, kanë marrë islamin me sinqeritet plot, ta vetëm se janë prej atyre që Allahu subhanahu wa taala i ka bu pej besimtarëve, wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran 'azima, dhe padyshim se Allahu subhanahu wa taala besimtarëve ka me shpërblim me një shpërblim të madh. Ky është premtimi i Allahut të cilin e jep Allahu në Kur'an. Ata të cilët kanë një fakt vogël që e përmendën, se nëse vazhdojnë ata me bu vepra të mira ose me urdhnu për mirë, me ndalu nga e keqja ose çdo vepër tjetër të cilën ata e bojnë, vetëm se don Allahu subhanahu që ato vepra më u bë shkak që më jafshi këtyre mëkatet të cilat i kanë bërë ata. Se të thotë Allahu innal hasanat yudhibna sayyi'at, padyshim se veprat e mira i largojnë ato veprat e këqija. Veprat e mira i largojnë veprat e këqija. Prandaj nëse shohim hadithet e shumta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shohim se çdo herë thotë se shtoni namaz, shtoni veprat vullnetare të juaja, sepse çdo njeri prej neve bën mëkate. Çdo njeri prej neve çdo ditë apo shumë vetëm se bën mëkate, edhe ngarkojnë zemrën tonë me mëkate. Nëse dëshirojna për me i falë Allahu subhanahu wa taala me na shtyp të mëkate, nuk vjen ajo dyshë vetëm se na duke bëu vepra të mira, duke nis për ai kur thotë Allahu se padyshim se veprat e mira bëhen shkaktor që Allahu më ia fal ju dhe më ia shtyp mëkatet të cilat ju i keni bëu. Me e falusoj buni fakra min hasanat, çdo vepër të mirë që e bën ai i cili ka bënë fat madh, qoftë edhe nëse ai shkon hax, qoftë edhe nëse ai vazhdon me marrë xhamia, qoftë nëse ai vazhdon me agjëru Ramazanat, qoftë nëse ai nuk mungon asnjëherë në namazin me xhamat, nëse ai është çdo herë njëri i safit të parë, nëse ai çdo herë është në krah musliman dhe duke ju ndihmuar musliman, por se vazhdon me këto me apo për shkak të fakit tina që ka në zemër, Allahu subhanahu wa taala këto vepra asnjë prej tyre nuk e pranon prej këtij personi. Do thotë, nëse ti je prej atyre, Allah në rrët për kësajna, nëse ti je prej atyre, që ke rronë në një fokën e madhë, një fokë i madhë për nësë është besim, me shfosh imani dhe me fshih kufrin, edhe nëse bën haqë, edhe nëse haqënën shumë Ramazana, edhe nëse nuk mungon asë njëherë namazin me xhamat, edhe ose je prej atyre që i thret njerëzin të mirë dhe i largon ata nga e keqja, do thotë je prej njerëzve dijet. Sa të që veprat mira mundesh me buti nuk pranohen prej teje, derisa ti të pendohesh prej këtij nifaku, derisa ti të largohesh prej kësaj vepre të cilën duke bërë, me kusht që Allah subhanahu me ti pranu këto, edhe më bëu këto shkaktare që me ti fal mëkatet e tua. Ndërsa ai i cili është personi i cili ka një fakt vogël, çdo vepër të cilën e bën ai, Allah vetëm se e pranon prej tina, edhe to bëhen shkak që më ia fal mëkatet këtij personi. Prandaj أما صاحب النفاق الأصغر فإن حسنات الماهيات تكفر من سيئات نفاقه. Çdo vepër të cilën ai e bën për veprat e mira, vetëm se bëhen shkaktar që më afshi aty mëkatet të cilat i ka bërë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Salavatul khamsa wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahuma idha ijtanibat al-kaba'ir. Fa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith. Namazet deri në namaz, xhumaja deri në xhumon tjetër, Ramazani deri në Ramazanin tjetër, vetëm se këto janë që për veprave që i fshihen mëkatet e robit, nëse ai vetëm se shkon edhe i duke i larguar mëkateve të mëdha. Do të thotë nëse i për atyre që i ruhesh mëkateve të mëdha, mëkatet e mëdha të cilat i ka përmend pejgamberi sa në hadithe, ruhesh për tyre që mos merron këto mëkate. Edhe vazhdon që çdo herë më keni kujdesshëm ndaj namazit, çdo herë më keni kujdesshëm ndaj namazit të xhumas. Dije se namazi deri në namaz, xhumaja deri në xhumë, Ramazan deri në Ramazan, hadithe që ka ose edhe umra deri në umre. Është që për shkaktarët që robit ja falin mëkatet, edhe bëhen shkak që nëse ky i largohet mëkatet të mëdha, bëhen shkak që Allahu subhanahu wa taala pranon këtë person sikur të falë. Prandaj për asaj e cilë na interesant neve dhe më shumë se çka ka përmendur Allahu subhanahu wa taala për munafiqët në Kur'an, edhe çka ka përmendur Allahu subhanahu wa taala për munafiqët edhe në hadithe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është grupet e munafikave. Ajo se çka na intereson neve më shumë
edhe se pejkujna na duhemi mërujt sot ma shumë, është se kush janë grupet e munafikave, edhe si me i dit nga këto grupet munafikave. E përmen autori se të emmer, thot fikoni të ala, thot, vetëm se vazhdo ti, edhe mediton në fjalën e Allah subhanahu wa taala kur thot, yawma tuqallabu wujuhum fi an-nar yaquluna ya laytana, thot ditën se kur kanë mujxhut ata me fytyrat e tyre në zjarr në xhehenem, edhe kanë thonë mirët na, wa ata'na ar-rasul, thot sikur na të shpikon për atyre që kishmi pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ditën kur Allah subhanahu wa taala këta persona i merr dhe i bën për banorët e xhehenemit, edhe i gjumta i ka për fytyrat e tyre, i ngre zjarr dhe i gjun në zjarrin e xhehenemit, ta fjalën e parë të cilën kanë thonë ya laytana wa ata'na ar-rasul, thot mirët na, sikur të kishmi kon për atyre që e kanë pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubarana fadalluna sabila, thot o Zoti jon, thot na vetëm se na kon për atyre që i kena pasue ata të partë tonë, i kena pasue ata kokët e tona, i kena pasue kryetarët e tonë, edhe ata vetëm se nuk kanë bërë kur gjë tjetër për neve, vetëm se na kanë deviju për kësaj rrugë drejt. Pastaj çka thonë munafika, çka thonë banorët e zjarrit, vazhdojnë me lutë Allahun subhanahu wa taala, rabbana atihim di'afayn min al'adhabi wal'anhum la'nan kabira. Thot o Zoti jon, thot vetëm se dëfishoja atyre dënimin. Do thot ata të cilët janë bërë sebeb që këta me deviju për rrugës Allahu subhanahu wa taala, bëhen tash shkaktar që me lutë Allahun në xhehenem atje, me thonë o Allah, dëfishoja atyre dënimin. Se ata ju bësh shkaktar që me na deviju edhe neve, edhe vetëm se mallkojat e me një mallkim mjafton. Kjo është fjala e parë të cilën e thojnë munafiqët pasi që Allah subhanahu wa taala që i bën ta për banorët e xhenemit. Pastaj tjetra e parë, grupi i parë i munafiqëve që ka përmend autori është a'immatun nifaq. Do ata të cilët popujt imamët të cilët janë munafiqa. Ata të cilët vetëm se grupet e munafikëve vetëm se i ka përmend a'immatun nifaq basadat wa da'una ilay. Thot imamët të munafika, apo ata të cilët thrasin në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, por këta kanë me nifaq edhe nuk bojnë tjetër vetëm se nuk thrasin ndryshe vetëm se me i deviju njerëzit, edhe me i thirr ata vetëm se ka veti atyre. Qala ta'ala fi nawl al-awwal wa hum a'immatun nifaq, qala ta'ala mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara, thot shembulli i tyre është sikur shembulli i atyre që e kanë ndez dikon një zjarr, falamma Allahu ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim, pasi që humbet ajo, edhe ajo se çka kanë për rreth tyre vetëm se Allah subhanahu wa taala e largon dritën prej tyre, wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Edhe Allah subhanahu wa taala ka persona vetëm se i lën me një errësirë, të cilën këta mon vetëm se nuk shohin, edhe janë prej atyre të cilën mon nuk flasin, janë në mes, edhe janë prej atyre të cilën janë të shurë, nuk të gjujnë për fjalës Allah subhanahu wa taala, edhe janë prej atyre të cilët mon edhe nuk shohin, edhe për ta mon nuk ka asnjë kthim. Prandaj Allah subhanahu wa taala ka bërë që vahjin të cilë ka zbritur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Kur'anin të cilë ka zbritur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë vetëm se më ukonë dritë për besimtarët. Edhe ata të cilët vazhdojnë me e pasu këtë Kur'an, edhe ata të cilët vazhdojnë vetëm se me e pasu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vetëm se Allahu ka më hap syt atyre. Edhe kam i ndryshuar zemrat e tyre, edhe kam i hap gjotrat e tyre ndaj vërtetës, edhe nuk kam i bërë për atyre të cilët do të jenë summun bukmun umyun, për atyre të cilët janë të shurdhur, janë në mes, edhe nuk shohin. Edhe për të cilët hum la yarji'un, edhe për ata të cilët nuk do të ketë më kthem. Për kënd nuk do të ketë më kthem, për ata të cilët vazhdojnë me i ndjek ata të cilët vetëm se i thrasin në rrugën e shejtanit, apo vazhdojnë që mos me e pranu fjalën e vërtetë, apo vazhdojnë që me e kundërshtu çdo herë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yakun naruhum fa inna an-nar fiha idatun wal ihraq. Prandaj Allah subhanahu wa taala nuk e ka përmend këtë ajet zjarri i xhenemit, as nuk e ka përmend dritën e zjarrit të xhenemit, por se vetëm se e ka përmend fahum la yarji'un, edhe për ta më nuk do të kthejmë asnjëherë. Nuk do të kthejmë shkalla, nuk do të kthejmë në imanin e tyre, apo nuk do të kthejmë që ata më ukon për atyre të cilët e pasojnë pra pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se këta vetëm se kanë vazhduar me bëhen nifaq edhe me mshill vërtetën me kotën e tyre. Amel yawm fa nifaqu masra'a mardudun wa qawaidu tataharaku. Prandaj sot ajo e cila është më e ditë edhe më e qartë që na për me e pa përmend vetë autori, e përmend se pejgamberi që është më e qartë që na me e pa, e shohim nifaqin të njerëzit shumë qartë. Nifaqin të ata të cilët
pretendojnë fe, ose një fakët të ai cili pretendon islam vetëm se e shohin qartë, se tha çdo herë gjuhën e tina nuk e ka të mbushur me asgjë tjetër, vetëm se duke folur kundër muslimanëve, apo duke folur për muslimanët, apo duke nxitë të tjerët për muslimanët. Tjetra e cila është më aron, shohim se prej atyre të cilët kanë një fakt madh, vazhdojnë me net në mesin e besimtarëve, ndërsa në anën tjetër vazhdojnë me bashkëpunuar çdo herë me ata të cilët janë kufar, edhe duke me pretekstin se duke i ndihmuar qafirat kundër muslimanëve. Edhe kjo të gjithë ata të cilët i dinë edhe kanë lexuar, besoj se të gjithë ne i dimë ato analizat e Islamit se një prej analizave të Islamit është kur vazhdon njëri me bashkëpunuar me njerëz me qafira kundra muslimanëve. Edhe këto nuk e bën dikush tjetër vetëm se e bën një person i cili para teje veshët si musliman, ndoshta është edhe me mjekër, ndoshta është për atyre që i ka edhe panton të shku, ndoshta është para teje i cili ndoshta ka mendimet edhe më të roma se ti, edhe është për atyre që paraqet sunet edhe më shumë se ti, por se në anën tjetër vetëm se është për atyre që i qet muslimanët apo i shpionon muslimanët, tek të tjerët Allahu na ruaj prej këtyre njerëzve çdo herë. O edhe le kulli dhe amanu qalu amanna, kur ju thuhet atyre se a keni besuar në fenë Allah subhanahu wa taala, ata vetë nuk thonë kur gjë tjetër vetëm se na kena besuar, o edhe khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum, ndërsa kur shkojnë edhe përzihen me kokë këtyre, kur shkojnë edhe rrin me shejtat të tyre thonë se na vetëm se ju kena besuar juve, na vetëm se na kuntu tu bo hajgara vetë na ina komë shtu me ata. Prandaj ajo që më shumë ti që sot e përmend autori i librit që më shumë ti që muslimanët janë të sprovuar është me këta me llojin e këtyre njerëzve. Kur rrin me ty paraqesin sunet, ndërsa kur shkojnë me ata të tjerë vetëm se vazhdojnë me shpionu kundër teje, edhe me nxit të tjerë kundër teje, Allahu na ruaj prej këtyre njerëzve. Prandaj wa hum min dhakarahumullahu fi al-mithal, prandaj Allah subhanahu wa taala ka përmend shembull në Kur'an, aw ka sayyibin min as-sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iq hadara al-maut. Allah subhanahu wa taala përmend ajetin e Kur'anit kur thotë se shembulli i tyre sikur shembulli i shiut që vjen prej natit, i shiut që vjen prej natit vazhdon ta me i friksu edhe këta vetëm se frikson prej vetimës se mos pja merr jetën tyre, edhe mos me kërtimet e cilën Allah subhanahu wa taala pja bëshka që këta me vdekën, pastaj vazhdojnë me ecën me dritën e vetimës tyre, por Allah subhanahu wa taala vetëm se e shuan këtë dritë, wala inshallah la dhahaba bisam'i wa basarin, nëse don Allah subhanahu wa taala vetëm se mund të ja largu edhe dëgjimin këtyre njerëzve, edhe shikimin këtyre njerëzve, inna Allah ala kulli shay'in qadir, se Allah subhanahu wa taala është për çdo sen i plot fuqishëm. Lloji tjetër të cilën ka përmend autori i librit është edhe lloji i udhëhecave të cilët çdo herë vazhdojnë me thirrjen në udhëhecin e tyre me nifaq. Ka Umar ibn Khattab yuhdimu al-islam thalatha. Thotë Umar ibn Khattab se Islami kanë me shkatruar tre grupe të njerëzve. Thotë e para është një person i cili është njëri i fejes edhe vazhdon me i deviju të tjerët prej fejes, do thotë poshtërsia e dietarit. Tjetër thotë, wajidalu munafiq bil Kur'an, thotë me vazhdu dhe ti me debatu me njerëz munafika duke u argumentu me Kur'an, sepse ti dush me ditë se munafiki nuk e pranon fjalën e Allah subhanahu wa taala. Edhe nëse para te edhe prandaj ajo se çka e shkaton këtu me çka e shkaton këtë Islam është ti me onal kohën tonë edhe me vazhdu me bëu debat me një munafik, wa aimmatul mudillun, thotë edhe imamët e devijuar. Thotë këto janë tre grupet e para që kanë me shkatruar Islamin. Thotë e para është poshtërsia e një dietari i cili vazhdon me thirrje në rrugën e Allahut duke bënë nifaq, tjetra është duke vazhdu ti me bëu debat me njerëz të cilët janë munafikë duke vazhdu me bëu debat në Kur'an, edhe tjetra është aimmatul mudillun, thotë edhe imamët e devijuar. Do të thotë qala idan inna akhafu ma akhafu aleikum thalatha. Do të thotë ajo e cila më bën më shumë ti mua, se më pas frikë për juve është prap në tri gjëra. Thotë kur vazhdon munafiki me lexuar fjalën e Allah subhanahu wa taala Kur'anin, pa bëu asnjë gabim edhe vazhdon që juve ai më lëmor zemrat, se duke thonë se për me këtë lexon Kur'an, nuk bën asnjë gabim, e ka të zhvidin e mirë, e ka këto mirë, ka të mirë, ndërsa zemra tina vetëm se ka një fakt, edhe kjo vazhdon me u mashtruar leximi i tina, me shku mastina, o zëllët të reali, o aimatul mudillun, dhe pastaj poshtërsia e dietarit, edhe imamët e devijuar. Ndërsa Urwa bin Zubair thotë, e tetë Abdullah bin Umar, fakultu lahu, thotë, njëherë prej herave, shkova te Abdullah ibn Umar i thash atina se, o Abu Rahman, thotë,
Na nganjëherë ulemi tek njerëzit të cilët vazhdojnë me lexuar Kur'anin dhe ata nuk bojnë asnjëherë gabim, por se na nuk shohmi asnjëherë ato se çka po e lexojnë ata prej Kur'anit, nuk e shohmi asnjëherë në veprat e tyre. Ato se çka po e lexojnë ata prej fjalës së Allahut subhanallahu teala nuk e shohim asnjëherë as në gjuhën e tyre, as në sjelljen e tyre. Sot çka thon për to? I thot Allahu në mirë, thotë na këto në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk e kemi konsideruar ndryshe, vetëm se e kemi konsideruar për veprave të nifakut. وقد كان السلف رضوان الله عليهم edhe selefi gjenerata e parë muslimanë Allahu qoftë i kënaqur me këta çdo herë që pushtetarët kanë vazhduar ta meritin në dy të tyre ose kanë pa njerëz të cilët po vazhdojnë me thirrjen në fenë Allahu subhanahu wa taala duke bënë fat vetëm se janë largu prej tyre. Përveç kësaj na shohim në transmetimet e selefit se për atyre të cilët kanë pasur vetëm bidate të thjeshta në fenë e tyre, nuk i kanë lënë as fëmijët e tyre as me ngu Kur'an prej këtyre njerëzve. Dorsa ajo se çka e bojnë sot na, edhe ajo se çka na ka godit neve sot në kohën tonë, thotë më shumë që na shkojnë edhe i ngojnë është prej këtyre njerëzve. Se filani e ka filan xhamin më të madh në vend. Filani e ka numrin më të madh xhamatit që shkojnë te ai. Filani e ka shumë zonin e mirë, pse do të na pas shumë kujdes. Filani e ka thirr filan hoxhën në xhamin por shkojnë me vizitue. Nëse ata janë për atyre njerëzve të cilët kanë një fakt madh, edhe ti e din që ai ka një fakt madh, nuk është e lejuar që ti më shku edhe më u pun numër atyre. Sepse nuk ka diçka tjetër që i kënaq më shumë të ata se sa ky numër të cilin ja bojnë njerëzit të shkojnë mas tyre. Zotë, edhe ky numër i madh që shkojnë mas tyre njerëzve është bërë shkak që këta edhe me deviju prej fjalës së Allahut subhanahu wa taala, me deviju prej rrugës së Allahut subhanahu wa taala. Pse? Sepse nëse vazhdon njëri me u kon pasi nuk për me pas numër të madh mas vetës, ditën kur kime ardhur te kapitujt të cilët flasin diçka kundër epshit njerëzve, ti vetëm se kime vazhduar dhe me kaluar kapitull. Ditën kur vjen që ti më fol diçka kundër atij i cili po të marr ty pak edhe po rrin nga te edhe ai ka një farë autoriteti të madh, ti vetëm se kime mshef atë fosha dhe kime kaluar foshën tjetër. Ose ditën kur ai ka bën një pyetje dhe din që nëse ja thu përgjigje çish është Kur'an, edhe çish është na ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai vetëm se ka më largu prej teje ti vazhdon se me i pak përgjigjes, me mshir pak përgjigjen, me i pak pyetjes edhe me vazhdu edhe me thon ke diçka tjetër, ndoshta edhe mos më allon përgjigjen, asha ka thonë ato ja Allahu na ruaj. Me vazhdu dhe me ja thonë këtë kundër të nësojna, se që nga ka urnu Allah s.w.t. në Kur'an, edhe shka nga ka urnu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tina. Prandaj, ajo se shka nga çdo herë duhet me lutë Allah s.w.t. është me në arrujt njëve udhëzimin tonë, me në arrujt imanin tonë drejt edhe me në arrujt prej njerëzve të cilët në çdo herë bëhen shkaktor që për me në athin në devijim. Ne lutim Allah subhanahu wa taala që më na ruaj prej çdo lloji nifakut, qoftë ai i madh apo i vogël. Ne lutim Allah subhanahu wa taala që edhe më na ruaj prej njerëzve të cilët na rrafojnë nëse ata janë prej njerëzve munafika. Ne lutim Allah subhanahu wa taala që ne dhe gjithë muslimanët edhe hoxhallarët tonë, dietarët tonë prej atyre të cilët ne marrim çdo herë dije, Allahu më ruaj prej çdo njeri munafik edhe prej çdo njeri i cili na bën dëm në rrugën të cilën jemi duke thirrur. Ne lutim Allah subhanahu wa taala që më na forcojë ne dhe hoxhallarët tonë, edhe gjithë vëllezërit të cilët na ndihmojnë në këtë rrugë. Ne lutim Allah subhanahu wa taala që më na ndihmoj çdo herë në punë të mira, edhe më na bëj për atyre të cilët janë prej banorëve të xhenetit, atje ku do të jenë pejgamberët, atje ku do të jenë me shahidat, me njerëzit e mirë, me njerëzit e sinqertë, ku ka shoqëri më të mirë se këta. Walhamdulillahi rabbil alamin.